Natyrisht ka shumë arsye. Do të thotë fitoria e zotit Maxhar, i cili deri para pak më shumë se 3 vitesh ishte shërbëtor i Orbanit në të njëjtën parti, është dëshmi se liderët me tendenca autokratike, autokratët, do të dështojnë në një moment dhe do të dështojnë keq, siç dështoi Orban, kur pa asnjë kontroll për zihen aty ku nuk e kanë vendin, aty ku politika nuk e ka vendin, si në gjyqësor, në media, në biznes, në shoqëri akademike, sepse Orban mori nën kontroll universitetet, mediat, gjyqësorin, bizneset e kështu me radhë, dhe populli e pau se nuk mund të shkojë kështu dhe Hungaria në kohën kur shkonte drejt diktaturës, shkonte edhe drejt fundit ekonomik. Unë mbaj mend kur mbuloja antarësimin e Kroacisë në BE, Kroacia ishte shumë prapa Hungarisë me brutoprodhimin vendor, Rumania të mos flas, ndërsa sot Rumania, Kroacia, Letonia dhe shumë vende tjera e kanë tejkaluar dukshëm Hungarinë sa i përket standardit vjetësor. Kështu që ky konfrontim i Orbanit me Evropën dhe thirrja në mbrojtjen e disa vlerave kindse, perëndimore e tjera, i ka kushtuar shumë hungarezëve dhe ata e kanë pasur standardin vjetësor gjithnjë e më të dobët krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian dhe ky ka qenë pra arsyeja kryesore. Por në anën tjetër edhe vizita dhe mbështetja direkte e administratës së zotit Trump nuk i ka sjellur ndonjë dobi dhe megjithëse mund t'i ketë sjellur edhe dëme. Pasi që në Evropë sot administrata amerikane shihet më pak aleate se sa Kina ta zënë. Do thotë, përjashtim në Evropë bëjnë shqiptarët, Kosova, deri diku në Polonia, ndoshta Shqipëria, ndërsa në vende tjera kjo administratë amerikane është jashtëzakonisht jo e popularizuar dhe shihet madje si kërcënim për Evropën e jo si aleat siç është parë deri vonë. Kështu që të gjitha këto nuk i kanë ndihmuar Orbanit, por gjithsesi duhet këtë humbje ta shohim si rezultat i durimit të tepruar që kanë pasur hungarezët për një pushtet të tillë të Orbanit deri tash. Por natyrisht po flasim për një periudhë 16 vjeçare sa Orban ka qenë në pushtet dhe ai nuk ka qenë i tillë gjatë tërë kohës, por diku nga viti 2017-2016 ka filluar të ndryshoj dhe të dalë nga ato binarët e një partie moderne të qendrës së djathtë, siç ishte partia kur ishte në kuadër të partive popullore evropiane, IPP-s, dhe doli dhe u bashkua radikalëve të qendrës së djathtë, atëherë filloi edhe konfrontimi me Evropën. Kështu që Orban si armik kryesor të hungarezëve u mundua ta paraqiste Bashkimin Evropian si fajtor për luftën në Ukrainë, ukrainasit që mbroheshin e jo rusët që sulmojnë dhe kjo nuk është diçka që populli i Hungarisë e mbështeti deri në fund dhe prandaj edhe u kthye kësaj radhe kundër tij. Quajti krim prishjen e raporteve të Hungarisë me Kroacinë, ndërkohë që ai do të ketë shumë kujdes në raporte me Serbinë. Serbinë e përmendi gjithmonë si një vend me të cilin duhet të ketë raporte për shkak të hungarezëve në Vojvodinë, por ai tha se duhet të shihet se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, a ka pasur tendenca për të zbuluar apo montuar ndonjë sulm kindse ndaj gasjellësit që vjen nëpër Serbi drejt Hungarisë dhe nëse në këtë mënyrë Vučić ka dashur t'i bëjë një shërbim Viktor Orbanit. Ai tha se Orban, Fico dhe Vučić kanë lidhje të ngushta, ai din këto lidhje dhe e di se kush është kumbara i këtyre lidhjeve, diçka që e zemëroi jashtëzakonisht shumë presidentin e Serbisë Vučić, duke menduar se mund të jetë një kumbar i tillë edhe vetë Vladimir Putin. Të mos harrojmë se Hungaria në kohën e Orbanit, një kompani e naftës, siç është MOL, u bë një prej kompanive më të mëdha në Evropë. Ata kanë inën nga Kroacia dhe mbajnë edhe kompaninë e naftës në Slovaki, në kohën kur ishin në negociata për të blerë edhe kompaninë e naftës në Serbi, e cila duhet të dalë nga duart e pronarëve rusë.
Dhe këtu mund të ketë biznese të ndryshme dhe Maxhar tha se ai do të zbuloj të gjitha këto për të parë se si do të veproj në të ardhmen. Prandaj po them prapë se krahas këtyre lidhjeve ideologjike kinse kundër emigracionit apo për mbrojtjen e të drejtave të Evropës perëndimore e identitetit, qëndrojnë edhe biznese të shumta. Po, pa tjetër dhe Maxhar ka posë edhe antikorupcionin si një nga idejt, por mbetet shiheta se qa do bëjnë se politikanët shpesher thonë diçka tjetër e pastaj kur të vinë pushtet. Jo, këtu ai ka qenë konkret, vetëm ta shpjegoj. Do thotë ekziston zyrja e prokurorit evropian. Dhe ajo është duke bërë kërdin që thonë në Kosovë. Ja, për shembull në Kroaci janë zbuluar me 10 raste nga prokurori evropian. Mirë, po ajo zyre vepron vetëm në shtetet që vullnetarisht kanë pranuar që të jenë pjesë asaj prokurorie. E Hungaria gjatë Orbanit nuk ka qenë. Ai ka thënë se do e hap Hungarinë dhe do e antarësoj në atë prokurori speciale të Bashkimit Evropian. Dhe kjo do t'i ndihmoj Hungarisë për t'i hapur fondet, sepse ajo prokurori ndjek rastet ku keq përdoren paratë e Bashkimit Evropian dhe ato janë të shumta. Ja, për shembull Kroacia që është 4 milion banor ka pasur në dispozicion në 7 vitet e fundit 15 miliard euro. Dhe natyrisht kjo strukturë e re e Bashkimit Evropian nuk ka mundur të funksionojë deri më tash në Hungari. Dhe nëse nis të funksionojë, ajo do të jetë bartëse e përpjekjeve për luftë kundër korrupsionit në Kroaci dhe këtu ka qenë Maxhar shumë konkret.